Selamu alaikum hoq. Kam obligim të bëj rukje pasi habitim shumë në namaz. Po më ndodh që harroj në cilën rekat jam, cilën sure kam recituar në kiam, në kësi rasti, a është namazi i pavlefshëm, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Bërë me bërë, kërë ka problem, harresa është disa loj, një loj e harresës është smundje, nëse është smundje nuk i gjuna, kurse nëse është për pakujdesi ki gjuna. Nëse është prej problemit të rukjes, bën rukje edhe e hjek, inshallah heket ki problem. Por se duhet me pa njetën e përditshme qysh je. Nëse të dikush, për mas një javë, ose mas 7 dite, nëse del ora 2:55 në filan venin, këmë të jelonë 500.000 euro, edhe kësë harën qëtë datë, edhe qëtë minutë, edhe qëtë orë, edhe venin, edhe shkon, e këtë vish namaz të ne harën se në nësure je, kënë shkanë bëhish në të rejnë. Por nëse vërtet njëri harën, vërtet harën, për në nësë është e ditë, e nësë është pjesë e smundjes, për shkak se harresa ka lejre më nuk ka smundje, nuk ka gjëna. Qëta që e mamen, e ban, qëta që se mamen, nuk e ban. Nëse jetën e përdishme, e ka mirë në rejnë, nuk harën më hamër buk, nuk harën më qitë qajtë që qenë, si përzirë më qitë kërë, ja të nuk është problemi që është të harën, po kë një farë trajtimi tjetër. Ose nëse e shef që është për rukje, bën me bëjgjome, bën me bërukje dhe me parë zëfatin Allahum A'lam.